Konflikti i madh i armatosur që ka shpërthyer midis Izraelit, Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit, i cili arriti kulmin me sulme të koordinuara ajrore në Teheran dhe qytetet kryesore iraniane më 28 shkurt 2026, nuk është vetëm një krizë ushtarake, është një kozgjatës historik i çlirimit masiv të popullsisë drejt vendeve të tjera. Ai rrezikon të shkaktojë valën më të madhe të refugjatëve që Evropa ka parë që nga lufta e dytë botërore, që tashmë ekspertët e migracionit dhe sigurisë paralajmërojnë se nëse konflikti zgjerohet dhe pasiguria bëhet e gjerë në Iran dhe rajon, miliona njerëz mund të largohen nga vendet e tyre, duke kërkuar siguri, strehim dhe mbrojtje jashtë kufive kombëtar. Popullsia e Iranit, që shkon mbi 90 milion banor, përbën një potencial masiv refugjatësh, nëse vetëm një pjesë e vogël e saj detyrohet të largohet për shkak të bombardimeve, pasigurisë dhe shkatrimit të infrastrukturës. Kjo rritje e pritshme e lëvizjeve të banorëve që ikin për të shpëtuar jetën e tyre, sjell për Evropën një val të re migracioni masiv, një fenomen socio-shkencor që kontinenti ende nuk e ka menaxhuar plotësisht, që nga vala e refugjatëve sirian dhe irakian të viteve 2015-2016. Në rast kaosi total, disa vlerësime sugjerojnë se Evropa mund të përballet me disa milion iranian dhe civil të tjerë që shpresojnë të arrijnë drejt vendeve të BE-s, përtej atyre që kanë ardhur deri më sot nga lindja e mesme dhe Afrika. Kjo vlerë është më e lartë se sa çdo fluks i regjistruar në historinë e migracionit modern dhe do të ridefinojë strukturat e migracionit dhe politikat e azilit në të gjithë Unionin.